unë tani do të bëj gjën më të rëndësishme që përcakton eliminimin për mbrëmjen e së hënës. Do të themi emrat, shkojmë në arenën e brendshme, se më morën mend të i pas se çfarë po bëjnë, po sillen kështu nëpër arenë, nuk di domethënë. Ai u bë cirk aty fare, s'bë cirk. Uluni. Uluni për të ngritur sërish emrat që unë them. Alba. Qo, Alba? Në këmbë, ju lutem. Këtu, apo? Aty ku je se jeni shumë. Nur. Qo, Big Basta. Big Basta. Andrea. Andrea. Ron. Ron. Elinara. Elina. Dhe Ylli, që e di vetë emrin e vetë. Ashtu si që jam me të gjithë ju në këmbë, dua të bëjmë gjën e rëndësishme së bashku. Unë hap zyrtarisht televotimin. Hajde, fatë në barë të gjithve, jemi 7 veta, këto fëmijë mirë ose me mira. Themi në studio, sepse më duhet të bëj lajmërimet që ju duhet të votoni për shpëtuar fermerin që preferoni në numrin 5115. Gjithashtu, mund të votoni pa limit nga e gjithë bota online në webin fermavip.visionplus.tv. Banerin për votim online është afishuar në faqe dhe mos harroni të regjistroni ose mund të logoni direkt nga Google apo Apple ID. Kështu që telefonat në duar dhe nisni, ju lutem, televotimin për shpëtuar preferuarin tuaj. Si e shihni këtë dinamik, këto personazhe janë të shumtë në fakt, por çfarë na pret mbrëmja e së hënës? Para se të komentoj, në fakt Luan më erdhi një mesazh. Çfarë mund të them vetëm? Ka të ndërpres. Sonte ndryshe nga herët e tjera me ka thritur Luana, ndërkohë që mua më pëlqen shumë, teksa ti më referohesh Luan. Po se jo, më vjen natyrshëm. Se kam harruar të ta them. Pak edhe kështu konfidencialisht, nëse e ke besdi, jo, më pëlqen shumë të më thuaj Luan, se për Luan unë nisem. Jo, ashtu të shkon madje, Unë nuk po them se cili është, megjithatë është një zëvendës kryeministër në rajon, i cili na ndjek ne vazhdimisht, na bën të falat. Madje kishte edhe një koment për një nga fermerët që unë nuk dua ta them. Sigurisht që baza e tij ishte tek bukuria jote, por mos harrojmë. Mos harrojmë që nuk je e vetmja e bukur këtu. Nëse e harrojmë, unë ka rreth një vit që kam bërë mbjelljen e flokëve në klinikën e flokëve Advanced, e cila më ka rritur vetbesimin në një mënyrë të jashtëzakonshme, kështu që mund të adhuroni dhe i bukurit të rrallë si puna ime. Dhe të vërtetën mendoj që ti ma kalon në këtë sezon. Nuk kam pas kur konkurrent më të denjë. Sa i përket fermerëve, çdo ditë më shumë bëhet shumë intense dhe shumë interesante i gjithë loja. Ka një emër më të rrezikuar që mos të ndalemi shumë gjatë fermerët, se duat ndalem aty ku ti e nise. Do e bitisim atë muhabet. Ha, mos Castro. Do të një emër. E shoh yllin të rrezikuar. She yllin të rrezikuar, Zhak. Ndërsa unë shoh Ronin të rrezikuar, e falenderoj shumë zëvendës kryeministrin e rajonit, uroj të na shtohen, na dërgojnë edhe unë kam ca zëvendës kryeministra, mund dërgojnë dhe tek unë telefoni, mesazh. Do të mund nuk pas kam asnjë zëvendës kryeministër që më dërgon mesazhet. Por më duket interesante gjithë lista e atyre që janë në një emër. Roni. Ndërkohë që unë komunikoj dhe zhvilloj spektaklin, kam që në momentin që Kesi na është bashkuar që këta dy zojsh këtu, civicim me njëri tjetrin. Çfarë ka për të diskutuar kaq gjatë gjë? Po flasim për... Po flisim për gjërat tona. Okej, kush jeni më të rrezikuar, një emër shkurtimisht? Po... ose Yllin ose Nur. Yllin ose Nur, Albi? Jo, ndryshe nga Kesi, ose Nur, ose Yllin. Shumë ndryshe, gjithmonë je i paparashikueshëm. Ndërkohë që Castro nisi një diskutim interesant, unë dua shkoj pak tek arena e brendshme sepse kemi edhe një konkurrent të denjë tjetër në lidhje me flokët e ti. Më çoni atje. Ju lutem. Po Luana. Albano. Po Luana. Si ke ti kachurrelat e tua? Më që se pjete 3-4 herë, mirë faleminderit. Po pse i ke kaq të bukur kachurrelat? Se kam kaq të bukura kachurrelat? E kjo s'ka le. Na kanë ngjizur prindit, kanë ngrënë gjëra të mira kur na kanë bërë. Ku një gjë shkëtë.
mos ka të ndonjë arsye tjetër. Përveç genetikës, unë këtu në ferm, pata një vizit nga Advanced klinika e flokut, dhe ata më bënd ca matje, ca gjëra, ca kështu, ca batikjano, bellissimo. Këtë vit kanë ardhe për Big Boston, po shojmë klipin që kanë bërë me Big Boston edhe si mendon, ta shojmë që këtë klipin e Big Boston se paka shumë misoj kësha dhe unë. Po e shojmë pa tjetër. Po e rëndësishme që ti pëlqen nga shojnë edhe mija. Klipi! Çfarë do ishte sfit? Tek Advanced, që të merrni me Randin sapo të dilte dhe ta bëni me Randin me flok. Kjo do ishte sfidë. Ose unë do propozoja diçka tjetër, sepse Castro vazhdimisht i thot Albës, që të mbjellësh do të korrësh. Tani unë doja ta pyes Castron, me këtë variantin do të flokëve, ajo që ke mbjell, kur do ta korrim? Dëgjoj mua. Unë Ta bëjmë provë. Unë mendoj që çfarë kam për brenda më ka dalë jashtë edhe më bukur se kaq nuk mund të ishte, Ka zbrit poshtë. Çka ke për brenda ka zbrit. Mos keni ndonjë bashkëbizetim me ato në ferm ju? Ti, Castro? Po, Eran, Bigi, mua më pëlqen shumë si të kanë dalë flokët, mendoj që duhet ta bësh urgjent edhe një ndërhyrje tjetër, sepse ty të kanë rënë shumë vite përpara dhe si duket skalpi e tjerë, pa ato e di më mirë klinika Advanced. Unë kam një sfidë personale dhe flas në emër të klinikës. Erandi sapo të dali, duhet bëjmë Erandin urgjent në flokë. Ja premtoj edhe... I sekundë se do pysni muje, se leshi o gjohet tepër, zakonisht. Prido, ba. Sugjerim është, ha? Mirë, Erand, e ke dhurat. Erand e ke dhurat sapo dalish të pret qimja direkt. Nuk kam anë në flokve, kam anë në kontaktit parë, s'kom anë në lekve. Tu nga kontakti parë, si ta i për para është problemi. Ti dukesh njeri interesant që ne qimet mund t'i marrim nga disa vënde. Besom që do dalin shumë bukur. Shiko, kam i problem që qimet i kam me numër. Okej, unë them... Pa tjetër, kam shumë shok që janë pa qime. Okej, kthehemi në studio. E po ne që do flisim për të shtuar qime do Luana, Unë them ti është fjalën muhabet, ti mund ta vazhdosh ku si e pa parë. Deri tani kemi bërë muhabete, jo ne të dyja personalisht, po në përgjithësi ku ti heqim qimet. Tani bëjmë muhabet ku ti shtojmë qimet. Na erdhi dhe kjo ditë, bravo Castro, bravo Big Boston. Ofron teknologji, apo s'ka lidhje me teknologjinë kjo. Okej, ka lidhje me teknologjinë, po unë jam e zgjuar më. Okej, unë jam pozicionuar. Ç'keni ju të dy që Zhaku, do të dalon afër Castron ty. Ore, erdhi ajo ora 12. Do ju ndaj prap nesër. Ai 12 sate, tash. Unë jam në mes. Nuk kisha as karrige deri në këtë moment. Tani që ula jam rahat, dëgjoj çipi çip këtej, çipi çip anej. Ndërkohë unë marrëdhënien e kam këtu me ju, çipi çip me ju. Publicitet. O prit! Na falni se u tuam nga karrigja.